Faleminderit të nderuari kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, media, qytetarë të Republikës. Nuk e pata ndërmend ta marr fjalën, por pasi që doli deputeti i Partisë Demokratike dhe tha se është seancë antikushtetuese, unë kam një problem se ati besoj Arsim Bajramit, ati besoj përparim Grudës. Bashkë themeluesit të Partisë Demokratike, hartuesit të kushtetutës, profesorit të fakultetit juridik, i kam një 30 sekonda se çka thot në emision zoti Bajrami se a është seanca antikushtetuese apo jo për buxhetin në rast se nuk kemi qeveri. Desha ta lëshoj me video sepse do të thonë që me citu nuk bën, se nuk është e vërtetë. Ja se çka thot profesor Bajrami për këtë seancë. Atër SPAKu do të mbajë një mbledhje e Kuvendit Kosovës, ku do të votojë komplet pakoja e marrëveshjeve ndërkombëtare, do të deblokojë Kosovën sa i përket integrimit evropian dhe do të gjinte një zgjidhje buxhetare. Përfshirë këtu edhe gjendjen e punëtorëve të radio-televizionit publik apo radio-televizionit Kosovës. Por po e shihni se kemi një apati politike dhe s'po kemi asnjë reflektim të përgjegjësisë parlamenti pas nesër do të shpërndahet, po nëse s'kemi qeveri, po të ketë një vullnet politik, nesër do të mundet të marrin dy seanca. Seanca parë kur konstatohet se ka dështuar zgjedhja e qeverisë, dhe pastaj të lejohet të marrë një seancë ndoshta në mbrëmje, grupet parlamentare të takohen dhe të gjejnë modalitetet ligjore dhe Çka po du me thonë është që i kemi pra dy deklarata, një profesor, një hartuesi kushtetutës i cili thot nuk është asgjë antikushtetuese dhe ju kisha lut edhe opozitës të cilën e ceku edhe më herët zoti Murati që nga zyret e Kuvendit të Republikës Kosovës të vinë e të votojnë buxhetin dhe mos të lënë Prishtinën në kollaps, Gjilanin, radio-televizionin e Kosovës dhe institucionet tjera zupin po tokun dhe të gjitha tjera çka mund besin pa paga. Faleminderit edhe një herë.